Grupi këshilltarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim në komunën e Butelit kanë reaguar ndaj vendimit të fundit të shkollës fillore Petar Zdravkovski Penko, për të cilët theksojnë se disa nxënës shqiptar nuk janë pranuar në këtë shkollë me arsyetimin se nuk i përkasin rajonin të kësaj shkolle. Këshilltari Armend Murseli tha se në të njëjtën shkollë janë pranuar nxënës të jashtë rajonit në paralelet maqedonase dhe turke, ndërsa është mbyllur një paralele në gjuhën shqipe. Në këtë shkollë disa prindër kanë fëmijët e tyre më të mëdhenj që ndjekin mësimin, ndërsa fëmijës më të vogël këtë vit shkollor nuk i lejohet të regjistrohet këtu, duke i detyruar prindërit të dërgojnë fëmijët në shkollë tjetër. Ajo që është edhe më shqetësuese sipas informatave është se në shkollën fillore Petar Zdravkovski Penko është marrë vendim për mbylljen e një paraleleje në gjuhën shqipe. Edhe më shqetësuese, Murseli tha se në shkollën fillore Petar Zdravkovski Penko është marrë vendim për mbylljen e një paralele në gjuhën shqipe, por jo edhe të paraleleve në gjuhën maqedonase, të cilat tha se posedojnë numër shumë të vogël të nxënësve. Nga BDI kërkojnë që institucionet kompetente të shqyrtojnë kriteret e regjistrimit dhe ankeset e prindërve dhe gjithashtu kërkojnë që shkollat të rishqyrtojnë kërkeset e refuzuara për regjistrim dhe të rikthejë paralele në gjuhën shqipe.